ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjithë falënderimet dhe lavdërimet janë vetëm për Allahun, atë e falenderojmë dhe bekim ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqija dhe të shpirtit dhe punëve tona të këqija. Ato që Allahu e udhëzon në rrugë të drejtë nuk ka kush që e humbë, dhe ato që Allahu e humbë nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj dhe deklaroj që s'ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është një, i vetëm pa shok dhe pa ortak. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. O ju që besuat, t'jeni frikë Allahut me një frikë të vërtet dhe mos disni vetë se duke qenë musliman. Fjalët më të mira janë fjalët e Allahut. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo shpikje në fe është bidat, çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje çon njeriu në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. O musliman, ju porosis ju dhe veten time për devotshmërinë nga Allahu dhe mëndruar të kemi takuallëk dhe takua është veprosh bindje me Allahut, me dritë nga Allahut duke shpresuar shpërblimin e Allahut dhe të largohesh nga të ndaluarat e Allahut me dritë nga Allahut duke ju friksuar ndeshpimit të Allahut. O musliman, nga cilësitë më madhështore të besimtarëve është el istiqame, vazhdimësia dhe ndihmësia në bindje dhe në punë të mira dhe qëndrueshmëria në fenë e Allahut largëmadhëruar, nga që të gjithë ata të cilët përshkojnë këtë rrugën e drejtë duhet të kenë vazhdimësi dhe ndihmësi në bindje në Allahut madhëruar dhe të kenë qëndrueshmëri në fenë e Allahut lartësuar. Madje për të Allahu i lartësuar urdhëroi profetin sallallahu alaihi wasallam duke i thënë në Kur'an: "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak", të kesh vazhdimësi dhe istikamet në fenë e Allahut dhe po ashtu ata që u penduan bashkë me ty. Madje Allahu madhëruar i urdhëroi besimtarët që të kenë istikamet duke u thënë: "Fastaqimu ilayhi wastaghfiruh", të keni vazhdimësi dhe qëndrueshmëri në fenë e Allahut të lartësuar dhe t'i kërkoni falje atij. Nga që ata që përshkojnë këtë rrugë kanë nevojë gjithmonë për istighfar, për kërkimin e faljes, nga që kanë neglizhencë. Andaj Allahu madhëruar i ka lavdëruar ata që kanë istikamet, duke thënë në Kur'an i famullar: "Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun", ata që thanë Zoti ynë është Allahu dhe më pas ju përmbajtën kësaj. Ishin të qëndrueshëm në këtë. Për ta nuk ka frikë dhe nuk do të pikëllohen, dhe po ashtu thotë në Kur'an: "Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون". Ata që thanë Zoti është Allahu dhe më pas ju përmbajtën kësaj, mbi ta do të zbresin ëngjëj, melek, që u thonë atyre: "Mos u fiksoni dhe mos u pikëlloni dhe përgëzoni në xhenetin që ju ishte premtuar. Ne jemi mbrojtësit tuaj në jetën e kësaj bote në dynja, por edhe në ahiret, dhe aty në ahiret do të kemi çfarë të doj qefi
dhe do të keni nga të gjitha të mirat. Pra ëngjëllit u thonë atyre, mos u friksoni. Mos u friksoni dhe mos u pikëlloni. Përse për mos u friksohen? Mos u friksoni për atë që drejt të cilës po shkoni në ahiret, nga që Allah mëdhëruar ka përgatitur për ju gjëra që si ka parë syri, si ka dëgjuar veshi dhe as si ka menduar asnjëherë njeriu. Dhe mos u pikëlloni për atë që ka pas prej fëmijëve dhe parefisit, sepse ata kanë për të qenë në amanetin e Allahut, kanë për të qenë në mbrojtjen e Allahut. Prandaj besimtari ikë nga kjo botë i qetë, sepse ishte i qëndrueshëm në fenë e Allah mëdhëruar gjatë jetës së tij, nuk neglizhoi në punët e mira dhe gjithmonë garonte dhe konkuronte për punë të mira. Prandaj merr këtë si hariq që në këtë moment që Allah mëdhëruar e bën të qëndrueshëm. Dhe istiqameti çfarë është? Dietarët e Islamit tonë është që ti përmbahesh rrugës së drejtë, të kapesh fort me fenë e Allahut të madhëruar. Ky është istiqameti, dhe ti përmbahesh rrugës së drejtë. Dhe istiqameti, qëndrueshmëria në fenë e Allahut madhëruar, bëhet për hir të Allahut, me ndihmën e Allahut, në rrugën e Allahut të lartësuar. Me tre gjëra. Gjëja e parë është bëhet për hir të Allahut, duke ia përkushtuar të gjithë fenë vetëm Allahut të madhëruar. Dhe së dyti bëhet me ndihmën e Allahut të lartësuar. Në çdo moment besimtari ka nevojë për ndihmën e Allahut të lartësuar. Dhe treta bëhet jo sipas tekave dhe qefit, po bëhet sipas fesë e Allahut të madhëruar, siç na ka urdhëruar Allahu madhëruar në Kur'an dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në sunetin e saktë. Dhe ky istikamet, gjëja e parë që i ndodh njeriu dhe që duhet të ketë kujdes në këtë istikamet, në këtë qëndrueshmëri, është të ketë istikamet zemra e tij. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë, "Ela wa inna fil jasadi mudghah, idha saluhat saluha al jasadu kulluh, wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh, ela wa hiya al qalb." Në trupin e njeriu është një copës mishi, e cila nëse ka për të qenë në rregull, i gjithë trupi ka për të qenë në rregull. Dhe nëse ajo rënohet, atëherë i gjithë trupi ka për të rënuar. Vinire, ajo është zemra. Dhe pas kësaj zemre, gjëja tjetër që duhet t'i kushtojmë rëndësi o musliman është istiqametu lisan, të ketë istikamet edhe gjuha. Ti jesh i kujdesshëm me gjuhën tënde, nga që siç ka ardhur në hadithin e saktë të profetit sallallahu alaihi wasallam, që sa herë që zbar një ditë, gjuha i thon pjesë të trupit gjuhës, ittaqillaha finna, fa in istaqamti istaqamna, wa in i'wajajti i'wajajna. Ti e frikë Allahun për sa na përket neve, detojnë gjuhës, pjesë të trupit dhe gjymtyrët. Ti e frikë Allahun për sa na përket neve, sepse nëse ti ke për të qenë në rregull dhe në istikamet, edhe ne kemi për të qenë në istikamet. Dhe nëse ti devijon dhe shtremërohesh, edhe ne kemi për të devijuar. Prandaj kjo zemër dhe kjo gjuhë duhet t'i japim hakun dhe t'jemi shumë të kujdesshëm me to. Dhe ky rrugëtimi në fenë e Allahut të madhëruar, në istikamet, ka nevojë gjithmonë për istighfar, nga që njeriu ka gjithmonë neglizhencë. Prandaj Allahu madhëruar thotë në Kur'an, "Fastaqimu ilayhi wastaghfiruh." Të keni istikamet, qëndrueshmëri në fenë e Allahut të madhëruar dhe kërkojini falje atij. Nga që kushdo që po shkon këtë rrugëtimin në fenë e Allahut të madhëruar, ka për të patur prej tij neglizhencë dhe ka nevojë gjithmonë për istighfar, të mos pushojmë se thëni astaghfirullah, kërkoj falje nga Allahu i madhëruar. Allahu na bëft të qëndrueshëm në fenë e Allahut të lartësuar, të kemi istikamet, i them këto fjalë dhe kërkoj falje nga Allahu për veten time, për ju dhe për të gjithë muslimanët kudo që janë, dhe kërkoni falje Allahut se Allahu është falës, është mëshirues. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gjithë falënderimet janë vetëm për Allahun, paqja dhe bekinia e Allahut qofshin mbi profetin ton Muhammed, mbi familjen dhe mbi gjithë shokët e tij ko musliman. Ka ardhur një hadith të saktë të profetit sallallahu alaihi wasallam thotë: "Istaqimu wa lam tuhsu wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min." Të keni istikamet, vazhdimsi dhe vijimsi në bindje në punët e mira dhe qëndrueshmëri në fenë e Allahut të lartësuar, dhe dijeni se puna juaj më e mirë është namazi, dhe nuk e ruan
abdesin askush tjetër përveç atij që është besimtar. Pra na urdhroi profeti sallallahu alaihi wasallam në atë ditë saktë për istikamet. Dhe ky istikamet bëhet duke ruajtur këtë gjë të çmuar, namazin, që është gjëja më e rëndësishme dhe shtylla më madhështore e Islamit pas dy dëshmive, që do të thotë ata që përshkojnë këtë rrugën në fenë e Allahut të lartësuar, nëse duan të jenë të qëndrueshëm dhe të kenë vazhdimsi dhe në bindësi në bindjen e punë të mira, duhen të jenë të kujdesshëm me këtë namaz, duke e falur në kohët përkatëse në xhamat për burrat, dhe nuk ka tolerim këtë gjë, dhe muslimani nuk ka gjë më të rëndësishme në jetën e tij se ky namaz, dhe nuk mund ta bëjë këtë namaz sipas qefit dhe tekave dhe sipas punëve të tij të dynjas, por duhet i lidhi punët me këtë namaz, duke qenë i kujdesshëm me këtë namaz, sepse ai që do të ketë istikamet në fenë e Allahut madhruar duhet ta ruaj këtë namaz. Istaqimu wa la tuhsu. Të keni istikamet, mirë, po nuk keni për të arritur. Atëherë çfarë duhet të bëni? Dijeni se puna juaj më e mirë është namazi, dhe nuk e duan abdesin askush përveç atij që është besimtar, po musliman. Ata që përshkojnë këtë rrugën e fesë, gjithmonë janë duke pritur edhe dredhit dhe kurthet e shejtanit, dhe shejtani nëse e shikon një njeri që është i kapur me fenë Allahut madhruar dhe që nuk neglizhon, atëherë e bën atë dhe e shtyn drejt ekstremizmit, duke e tepruar në fenë e tij dhe duke anuar nga ekstremizmi. Nga anën tjetër, nëse e shikon njeri që është neglizhent dhe që shpërfill çështjet e fesë, e bën atë të anojë nga epshet dhe dëshirat dhe nga stolit e dynjas. Prandaj muslimani duhet të bëjë kujdes në këtë rrugëtim nga kurthet e shejtanit, dhe në pasu musliman, Allahu madhruar na urdhëroi të bëjmë salavat dhe selam për profetin e tij, këtë filloi në Kur'an me vetën e tij, më pas me ëngjëjt, më pas me ju besimtar. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, kush bën një salavat për mua, Allahu bën për të 10 salavat. Allahu qoftë i kënaqur me shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekrin, Umerin, Uthmanin dhe Aliun, dhe me të gjithë muhaxhirinët dhe ansarët dhe në nënat e besimtarve. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.